Në sistemin komunist të ndante një vije holl mes të drejtës dhe të gabuarës. Si rrallëherë, një profesor i thyer në moshë ka dhënë një intervistë mjaft interesante. Ai sapo kishte filluar punë dhe nuk e dinte se në atë shkollë ishte nxënëse dhe vajza e Enver Hoxhës. Mësuesi tha: "Unë shumë gjëra nuk i dija dhe shkova në shkollë për të dhënë mësim. Një ditë çoj në derras një vajzë simpatike me emrin Pranvera. Ajo ishte shtatgjatë, simpatike dhe shumë edukuar. Ishte e përgatitur, u përgjigj mirë, por bëri një ngatresë. Kjo ishte dhe arsyeja sepse unë i vura notën 9. Sa i thash unë 9, e gjithë klasa lëshoi një u të gjatë. Unë i pash i habitur por shumë serioz. Pranvera u skuq paksa dhe nuk foli fare. Kur mbaroi mësimi dhe dola nga klasa, një nxënës afrohet dhe më thot: "Profesor, ajo vajza që ti vure 9 është vajza e Enver Hoxhës." Për një moment shtanga, por e mblodha shpejt veten. "Po mirë," i thash, "unë i vura notën që meritonte, nuk e fyeva." Po prisja që drejtori të më thërrisë në zyre të më të riqte vëmendjen, por kjo gjë nuk ndodhi. Edhe Pranvera nuk reagoi asnjëherë për atë notë. Për të qenë i sinqert, ajo mësonte në mënyrë sistematike dhe nuk bënte kurrë veprime që të dallojë nga shokët ose shoqet. Ishte nxënëse e mirë, studiuese dhe me edukat. Mësuesi tha se edhe shumë vite pasi kishte vendosur nën Pranverës, ajo e ka parë në rrugë, e ka përshëndetur me respekt dhe ai u shpreh se për atë nxënëse u ruaj kujtime mjaft të mira. Vajza Enver Hoxhës nuk ka ecur gjithjetën me emrin e të atit, sepse pasi Enver Hoxha ndërroi jetë, ajo ka shkëlqyer si arkitekte në Austri, aty ku edhe drejton një nga studiot arkitekturore më të famshme në Vjenë.